e kam dëgjuar si gojdhen e traditës shqiptare, por nuk e di, mund ta kenë edhe kulturat e tjera. Është kjo historia kur është një familje, familja e ngushtë, po themi, prindrit dhe fëmijët hanë në një tavolinë, ndërkohë që gjyshin e kanë lënë diku larg ta hajë në një tavolinë apo në një tryezë më vete me enë prej druri, sepse ideja që është plak edhe i thyen. Ndërkohë që fëmijët edhe prindrit hanin këte me enë të tjera. Dhe pas një farë kohe, babai shikon djalin e vet që kishte marrë një dru nga Xhaku edhe gdhente me thik drurin. E pyet babai, çfarë po bën? I thot ai, po bëj lugën tënde, që kur të bëhesh ti plak si gjyshi, të ta jap ty të hash. Në fakt është model. Është model që shtron rrugën edhe për të ardhmen që vetë do të kesh, për të ardhmen që fëmia yt do të ketë. Sepse në një moment, nëse ne e shkëpusim këtë zinxhirin e dashamirësisë njerëzore për të investuar te njëri tjetri, për të jetuar bashkë, atëherë ajo gjë do të shkëputet akoma më shumë në brezat që vinë dhe ne jemi duke e parë. Pra është model. Dhe mund të ndodhë që nëse dashamirësia reciproke ekziston ndërmjet çiftit të ri dhe vjerrisë, mund të ndodhë që ndonjëherë prindrit të bëhen aleat të nusës në zënkat që mund të ketë me dhëndrin, me djalin, edhe anasjellta. Mund të ndodhë që prindrit nga eksperienca e tyre në momentin që çifti i ri janë në kulm të debatit, të mund ta qetësojnë dhe të thonë, shikoni se për momentin jeni kështu, po më vonë do pajtoheni, do kaloj, pra mund të ndihmojnë, mund të ndërmjetësojnë me eksperiencën e tyre për të zgjedhur situata të caktuara me fëmijët apo me njëri tjetrin. Ashtu si mund të ndodhë ndonjëherë që nusja mund të bëhet protagoniste e qetësimit të zënkave mes prindërve të bashkëshortit edhe anasjelltas. Pra, e mira është që ne të kuptojmë që ai që shërben më shumë dhe do më shumë në familje bëhet në një farë mënyre vërtet pronari i familjes. Dhe kjo nuk nënkupton një autoritet dominues të kontrollit dashakeq, por kjo nënkupton një autoritet shpirtëror, moral, që natyrshëm ta japin, nuk e rrëmben. Edhe ndaj është një koncept i themeluesve të organizatës që thot shërbëtori i shtëpisë është pronari i shtëpisë. Në një kontekst të caktuar, ruajtja e ekuilibrave shpirtërore në familje është ndoshta gjëja më kryesore që ja vlen të investohet, se kudo që jemi, përsëri kthehemi aty. Dhe rahatia shpirtërore garantohet edhe nga kjo përkatësi familjare gjithashtu. Patjetër që përfitimi tjetër është mbështetja emocionale dhe financiare që çiftet respektive kanë kundrejt njëri tjetri, që familja ka në stabilitet më shumë, edhe pse ndonjëherë ka dhe konflikte për shkak të tyre, por thash nëse ekziston dëshira e mirë, mund të gjendet gjuha e komunikimit dhe të gjithë normal në familje, kur flas një çift prindri që ka 5 fëmijë, normal nuk mund t'i ketë të gjithë në fokus të këtij ndërveprimi që po themi, do të thotë që të 5 fëmijët që ndoshta janë martuar e me radhë, patjetër do t'rregojnë kujdes ndaj prindit, por në mënyrë të veçantë ai çift që do të vendos të kujdeset për ta në kuptim më afatgjatë, ka më shumë përgjegjësi për të investuar në këtë aspekt. Dhe unë do doja që të ishte kështu, do doja që të paktën dikush në familje të mund të investonte dhe të merrte përsipër edhe përgjegjësinë, edhe disa sakrifica ndoshta që mund të nevojiten për të çuar deri në stadin e fundit të jetës me dinjitet edhe me respektin që u takon prindërve që dikur kanë dhënë. Në konceptin e federatës së familjes, ashtu siç e kemi përmendur më herët, një familje e plot dhe e shëndetshme është familja e 3 brezave. Një familje që dikur neve vërtet na e kanë patur zili, ata që vinin nga jashtë shtetit, edhe thoshin mos i prishni këto marrëdhënie. Është e vërtet, unë kam takuar edhe sot e kësaj dite persona që e vlerësojnë këtë gjë. E unë nuk dua të jem si ajo viktima që them kjo do prishet gjithsesi, sepse koha e ka sjell kështu, sepse e di që ne vendosim. Secili për nesh vendos. Brezi i ri që është duke më dëgjuar tani vendos. A do vendos që ta ruaj këtë traditën e respektimit të tërësisë kohore. Pra gjyshrit përfaqësojnë të shkuarën, prindrit përfaqësojnë të tashmen, edhe fëmijët përfaqësojnë të ardhmen.
Ne jemi një zinxhir që në konceptin e përgjithshëm përbëjmë gjithë kohën që ekziston. Që patjetër çdo brez ka vlerat e veta për kontributin që sjell, për eksperiencën që sjell, për njohurinë që sjell, duke e bërë puzzle-in e plot. Pra, është e rëndësishme të kuptohet vlera e kësaj marrëdhënie, vlera e të qanurit të tre bashkë në mbështetje të njëri tjetrit. Pse? Sepse në thelb këtu është domethënia dhe vlera e jetës. Në thelb kjo është qëllimi pse ti jeton. Pavarësisht se ka arritje akademike, profesionale, ka vrullje, ka intensitet pune, dhe ndonjëherë të na duhet të përshtatemi. Ka familje që kanë emigruar jashtë, ashtu siç e di që ka dhe çifte të reja që edhe pse ka dalë lotaria amerikane nuk kanë shkuar jashtë sepse kanë pasur prindrit, kanë dashur të përcjellin prindrit një herë, pastaj të largohen, sepse e kanë quajtur më të rëndësishme këtë pjesë. Gjithsesi, vendimet do të jenë në varësi të asaj që do vendosni të jenë bashkë, por nuk duhet harruar. Nuk duhet harruar ky cikli jetës. Ashtu si dikur ne kemi qenë djep, edhe dikush është kujdesur për ne, ka sakrifikuar për ne, na ka dhënë jetën dhe është përpjekur të na arrisë, ashtu ai person dikur do të ketë nevojë për ne, sepse ai do përfundojë në krevat gjithashtu. Pra është një ndërvarësi e pashmangshme. Normal në atë kulmin e jetës, nëse e shikoni fotografinë, është ajo pjesa ku qëndron drejt, ku ke arritjet, ku ke potencialin e madh të dhënjes, ti mund të jesh një profesor, ti mund të jesh një president. Ama nëse në fund ti përfundon se qanuri vetën, edhe vetë harron kush ke qenë. Pse? Sepse vlerat e vazhdueshme, të qëndrueshme shpirtërore, ti jep njeriu i shtëpisë që ti ke në krah. Ai vërtet të mbush zemrën. Dhe ne këtë gjë duhet ta kemi parasysh, sepse kjo garanton jo vetëm mirëqenien prezente të tashme të brezave, që unë mendoj ja vlen të mos i shmangen kësaj marrëdhënie, po të përpiqen ta ndërtojnë sa më mirë, edhe pse ka dhe modele që s'ja kanë dalë aq mirë. Për çdo herë ne po mësojmë, këto mesazhe që po japin gjithashtu synojnë këtë gjë, për mënyrën si mund ta bëjnë më mirë. Por le të mos heqim dorë nga njëri tjetri, duke i siguruar kështu edhe vetes në të ardhmen një lloj stabiliteti. Sepse do e trajtojmë te tema tjetër, patjetër azile ka edhe ndoshta dikur do të mbi popullohen nëse ritmi i braktisjes së prindërve do të vazhdojë kështu. Nëse prindrit gjithashtu kështu do të vazhdojnë të heqin dorë nga fëmijët e tyre duke i quajtur le të shikojnë të bëjnë qefin e tyre se unë dua të kem qefin tim. Në fakt, unë mendoj që nëse të dyja palët do të mund të përpiqeshin pak më shumë të gjenin gjuhën e komunikimit, do siguronin pavarësinë e njëri tjetrit, do dinin kur është puna e njërit, kur është puna e tjetrit, kur dikush do ndihmoj fëmijët për t'i marrë nga shkolla, kur dikush do kujdeset në atë mënyrë, sepse normal prindrit nuk kanë aq kohë të merren me fëmijët, ndaj kanë më shumë kohë të merren me niprit e mbesat, ndaj quhet nipi dhe mbesa mjalti mjaltit. Domethënë, është mendoj dëshira e çdo gjyshi që ta shijojë këtë mjaltin e mjaltit dikur. Pra, të gjitha këto janë gjëra që janë shanse që jepen njeriu për të rritur kapacitetin e brendshëm shpirtëror më shumë, për të dashur më shumë, duke u koordinuar mes njëri tjetrit, duke koordinuar kohët e punës, duke koordinuar përgjegjësitë, duke koordinuar gjërat që ndodhin. Kështu do të ishte më mira. Megjithatë ka dhe probleme, ka dhe probleme. Pse ndodhin këto probleme? Në fakt, natyra njerëzore është e tillë që ka ato ndjenjat pozitive që unë përmenda deri tani, mbi të cilat bazohet marrëdhënia e shëndetshme që fola më herët, por kanë edhe ato ndjenjat jo të mira shpirtërore, ato ndjenjat e egoizmit, ndjenjat e xhelozisë, të cilat natyrshëm ndrryjnë në çdo marrëdhënie tjetër, por si në çdo marrëdhënie tjetër, ndrryjnë edhe në marrëdhënie ndërmjet prindërve dhe çiftit të ri. Do me thënë vjeris edhe dhëndrit dhe nusës. Për shembull, mund të ndodhë që nusja bëhet xheloze për vëmendjen që partneri tregon kundrejt prindërve, pse u dëgjon atyre fjalën. Ashtu siç mund të ndodhë që në një moment të caktuar nënës ose babai pak më rrallë kam dëgjuar, por nuk e di, kjo është thjesht perceptim, jo studim, i duket sikur fëmijën ja merr, pra bëhet xheloz kundrejt nusës. Pse
dhëndri dëgjon fjalën nusës. E kështu ju i dini ato ngacmimet që ekzistojnë, je bërë pas fustanit të nusës, e kështu me radhë, ngacmime që në thelb nxisin dhe konflikt. Ndërkohë që po ta shikosh tamam, jam e sigurt që të dyja palët do të ishin të trishtuara nëse partneri që e duan kaq shumë do të humbiste prindrit apo do të humbiste nusën. Do të thotë që secili duhet të ketë besim për vendin që ka në zemrën e secilit. Pra, prindi duhet të ketë besim për dashurinë e pazvendësueshme që ka apo që i jep fëmijës dhe fëmia nuk mund të zvendësojë ata, ashtu siç nusja nuk mund të zvendësohet dot nga çdo lloj dashurie që jep prindi, secili ka vendin e vet. E normalisht, nusja nuk mund të pretendojë që djali do dëgjoj vetëm njërën palë, në kuptimin kur bëhet një bisedë familjare dëgjohen të tëra palët. Dhe në fund e mira është që vendimi që është më i drejtë, të mund që është në të mirën e përbashkët, të mund të merret parasysh, pavarësisht kush e jep atë. Mendoj që nëse më shumë këto raste i ka patur nusja që i ka dhënë, atëherë prindit i ta marrin si sfidë që kemi nusë shumë të mirë, edhe të bëjmë të mirën që dhe ne t'i analizojmë gjërat më mirë tjetër. Dhe ana sjelltas, nusja ta marrë si sfidë për të rritur, për t'i parë gjërat në këndvështrime shumë të ndryshme, por asnjëherë të mos përpiqen të vendosin dhëndrin në këtë rast midis dy zjarresh, të zgjell midis dy të dashurve. Kjo gjë vërtet krijon konflikt, kjo gjë vërtet krijon probleme. Ndaj, le të mos e bëjmë një betejë xhelozie. Normal ajo ekziston ndonjëherë, por të kuptojmë që secili ka vendin e vet edhe do dhën autoritetit. Pra, në një farë mënyre kur i ke dhënë fëmijën, jepja me gjithë zemër bashkëshortes që e ka, sepse tek e fundit nuk është se dhe ja ke dhënë, ka zgjedhur të jetë. Lumturia e fëmijës tënd është në këtë partneritet që ai ka vendosur të ketë. Patjetër prindrit mund të kenë patur kontestime para se të bëhet martesa, para se gjërat finalizohen në lidhje me moshën, në lidhje me nga vjen, në lidhje me shumë çka. Ama në momentin që këto gjëra janë mbyllur dhe personi ka vendosur të bëhet pjesë e jetës së bashkëshortit, sepse ashtu kanë vendosur ata, sepse ashtu duan ata, atëherë aty i vetmi rol prindëror është që të ndihmojë ata të ecin sa më mirë në atë marrëdhënie, të gëzohen kur ata shkojnë mirë bashk, të gëzohen kur ata janë që i dëgjojnë fjalën njëri tjetrit, sepse prindrit janë më të moshuar, natyrshëm do kalojnë, kështu që duhet shikojnë që pas vajzën e tyre po ja besojnë një bashkëshorti të përgjegjshëm, apo djalin e tyre po ja besojnë një bashkëshort të përgjegjshëm dhe ato shkojnë mirë bashk. Pra, kjo është një mënyrë, ndonjëherë ndodh edhe për fëmijët kjo gjë, por unë them komunikimi edhe etika në komunikim i shmang të gjitha. E përmenda këtu etikën në komunikim, pse? Sepse ndodh që ti mund t'ja kthesh babait në një mënyrë të caktuar ose nënës në një mënyrë të caktuar, po gjithsesi ata të kanë gjak edhe nuk vriten shumë nga ajo, se të kanë rritur nga i vogël deri në atë moshë, e kjo është e natyrshme, dikur pajtohen më kollaj. Ndërkohë që fjala e nusës apo dhëndrit dhe fjala e vjerrit ose vjerrës vret pak më shumë, lëndon pak më shumë, marrëdhënia ftohet pak më shpejt. Prandaj brezit të ri, veçanërisht që është mësuar që të flas shumë herë më lirshëm, unë përsëri e unkarajoj të flasi lirshëm, por pa ofeza. Domethënë të shprehin nevojën e vet, por pa lënduar palën tjetër. Pra të kenë qasje ndaj zgjidhjes, le të bëhen të zgjuar kështu. Ashtu siç do doja që dhe prindrit në mënyrë të veçantë të respektojnë familjen e nusës edhe nusën vet, apo familjen e dhëndrit edhe dhëndrin vet, duke mos kaluar në ofeza, të zgjidhin problemin, por pa kaluar tek ofeza e personit, sepse sa do të mendojmë që njeri është më mirë se tjetri, aty nuk kemi ardhur në konkursin e më të mirit. Aty kemi ardhur në ciklin e jetës, ne po jetojmë bashkë. Ajo është jeta. Ato janë marrëdhënie jetësore që duhet të respektohen. Jetojmë në një shtëpi ose jo, ne po jetojmë, nuk po konkurojmë. Kështu që e mira është që të vlerësojmë dashurinë që secila palë ka për tjetrin dhe vendimin që çifti i ri ka marrë për të qenë bashkë. Dhe të mos kapemi pas atyre që ne mendojmë se do të ishin më mirë, se djali im është më i mirë. Të mirën e vetes e ka gjetur vet. Nusja ime është, domethënë vajza ime është më e mirë. Të mirën e vetes e ka gjetur vet. Për sa kohë ata janë me atë vendim, le të mbështesim atë vendim. Edhe kujdes